Ishte ky pasion kaq i shprehur nga shumë kush, nuk diskutoj atë grush njerëzish që aty janë realisht ambientalistë, dhe unë dyshoj që ata janë akoma aty për hir të vërtetës, por kjo do të them pak më mbrapa. Atëherë do kishim parë jo një protestë madhe, po do kishim parë një grup njerëzish që të visheshin si flamingo, edhe të thoshin bini flamingot mbrapsht në Shqipëri se janë zhdukur. Nuk ishte flamingo në Shqipëri. Dhe kjo është diçka faktike, sepse gjuetia e egërsirave që vinin nga vendet e tjera me çifte kishte bërë që gjithë lagunat tona, edhe në Karavasta, këtu ka dëshmitar, këtu ka njerëz që e din historinë dhe që kanë vuajtur nga kriminalët e shpendëve dhe të kafshëve. Edhe në Karavasta është bërë nami, pelikani Kaçurel u masakrua. Është rikthyer për të nxjerrë vezë shumë më pas. Dhe sot ne kemi një regjistër të gjithë popullsisë së shpendëve dhe të kafshëve në Shqipëri. Është shumë fishuar nga koha kur ne filluam të mbajmë regjistrin, dhe si u shumë fishua, dhe pse u kthyen flamingot, dhe pse pelikani Kaçurel rivendosi të lëshoj vezë, të lindi fëmijën e vet këtu në Shqipëri, sepse kjo parti në qeveri ndaloi për 10 vjet